Me vetë, që të merë që e predut, a një knaqë qatë qëfart? Jo, bes në knaqë, vëllaj, për dirë që më ka pak bashkë, për qka, vëllaj, veç? Unë këtë për pësë, vëllaj, për balë qkapin. Vëllaj, me konë të në vëzër, kërkesa Allah të azogjel, që për me ishpëtu kështë e dite, du është zvarë me ecë, ju në konë, javlen. Zvarë ecë 50-60 vjetë, tani për jetësisht. Me konë që qështët, me qenë që për shembull për bazë shpëtimit të kësaj dite, të këtij merimi, kërkohet 50 namazë me i falë, që është dasht me i falë. Ishtë dasht me gëzim, të këcy, me gëzim me i falë. Pse? Shuqë që për dim që është duhet me avo. Knatësia është që i vetë që e din, që shpështën është vallaj privilegjë Allah. Të kam mësu Allahu Gjellera, veç nëse e banë që ta, kjo s'ban për ty. Veç që këj lajmë, që është mos me konë, që është i madhë për neve. Veç. Qëka ka lipë Allah për te? Ka lipë për te mos me mashtu, mos me gënjy, mos me fitu haram, mos me pi alkohol, mos me u punë zezat, këshia, mos me zhvesh, mos me provoku, mos me ra njerë në zina, mos me bo këtë punë. Me falë namazin, me respektu prindin, kojshin, me një mu fukaran. Në qëka ka thirë të tërë pejgamber sa, qëto e në punë, qëto? Që këto edhe veç dunja me konë të adreqin jetën e Allah. Dhe ma heret në për. Qëto i kelonë. Për një epsh, një kujt, që ke pasën dunja pasoja. Bëllën dunja ke pagu pasojat. Të vëzër, paramendoni zhgënjimin e dikujt që të nëtën në formë ndryshme me provoku vëmendin e i thojnë, son të hiska ke vesh një rapën. Paramendoni kur keq kë mund, që a bani dikush ja gjunë këtë për toke. Paramendoni malin e zhgënjimin mrena që e kaptën. Në fund qka? Që ta që përdo me i knash, me i gëzu, me rëmbi vëmendin, të harrojnë. Në stacionin e partë, problemet të harrojnë që eksistan. Ti dhe Allah keme metë ato. Veç ti dhe Zotit keme metë. Andaj këna që Zotin tënë, aj që të vlerësane, shumë fisht të pagune, aj që kujdeset begatane, aj që javlen për ta gjithë shka me dhonë, këthemu të ka Allah Azogjel.